Thjesht kontributeve biografike na paraqiti dhe kryetari sot. Pa kujtoj se Bedri Islami është i bie i Zenel Islami. Shkëndemi, prihem nga i mendim, për në cilën jetoj, pa dyshim që ka përcjellur diçka në vijë gjendërshme përcjell tek i biri. Nuk e thash për naivi se tek baba e rron i biri, tek i biri e rron baba. As mund ta thon kur fjalën e fundit, vallëzën e fundit. Do të ja fjalën e Bedrisë. Që tha Zefi ose Sabriki Çmari, më që Zefi është pseudonimi i tij i luftës, dhe ne shokët e vjetër vazhdojmë ta flasim me Zefi. Ne kemi pasur ëndër që të vim një ditë në Tetovë. E kam pasur ëndër që nga fëmijëria të shkojnë në Kostivar, në Dibër, në Kërçov, të shkojnë në Zajas, ku ka lindur miku im i shtrajt, Ali Ahmeti, të jenë në Struk, në Ohër, të shikoj manastirin, ashtu se e kam patur ëndër të jem gjitha viset e Kosovës. Ndoshta kjo lidhet me shumë arsye, mendoj se njëra nga arsyet ka qenë edhe shpirti poetik, apo dëshira që vazhdon të jetë tek unë për të parë një Shqipëri të bashkuar. Unë metem, kam qenë dhe vazhdoj të jem partizan i idesë së Shqipërisë përbashkët. Fati e desh që në fundin e vitit 93, kur jetoja në Gjermani, të njihem me disa nga djemët e lëvizjes ilegale, të njihem me fëmijë dhe Xhevla Drovcin, me Ibrahim Kelmendin, me Sabriki Çmarin, të njihem me profesorin e nderuar Fasli Velion, me Barzul Mahmutin, Bilal Sherifin, Isuf Sherifin, të njihem me Nurs Xhemalin, dhe përmes tyre të futem në lëvizjen popullore të Kosovës, të bëhem pjesë e programit të saj, sepse në program ishte Bashkimi Kombëtar, të bëhem pjesë e atributeve të saj, sepse në atributet e saj ishte lufta pa kompromis kundër poshtuesit të Slavo-Maqedonas, të bëhem fundit edhe një zë në publicistikën e saj, pasi profesioni im ishte gazetar. Duke ndjek këtë rrugë, pata fatin të njihem edhe me njerëz të tjerë, pata fatin të njoh ecurinë e kësaj organizate, por jo vetëm të kësaj organizate, sepse jo çdo gjë e mirë, çdo gjë e virtueshme edhe patriotike ishte përmbledhur vetëm në këtë organizatë. Pata fatin të njoh njerëz të cilët u bën me vonë deviza e kombit shqiptar, njëri prej cilëve ishte edhe miku im i dikurshëm, dhe do mbetet një jetë vetëm miku im, Ismet Jashari, komandant Kumanova. Dhe në këtë mënyrë u bëra një farmase, në atë shkallë sa më caktonte koha, mjedisi dhe rrethanat, një nga zërat ose një nga zhvendësat e luftës ushtrimtare të Kosovës. Në këtë vashtë, duke qenë pjesë, si thosh, e oborit brendshëm të ushtrimtare të Kosovës dhe të strukturave të saj, duke jetuar, si thosh, me hallet, shqetësimet, gëzimet, prokopimet, rritjet, mungesat, pengesat që i delnin, pikërisht në fillimin e shkurtit të vitit 1997, në ditën e parë ose të dytë shkurtit, u njoha unë si gjithë shqiptarët e tjerë me lajmin tragjik dhe të hidhur të vrasjes së Zahirit e Muhamedit e Thakifit. Në fillim, ajo që më goditi ishte se u vranë 3 pjesëtarë dhe 3 drejtues të ushtrimtarëve të Kosovës. Pastaj më goditi mosha atyre e re. Më i vjetri nga ato ishte 36 vjeçar. Më i ri ishte 21 vjeçar. Pastaj më goditën pamjet e tyre kur i njoh përmes fotografive. Të gjithë djemë të bukur, shpresë, të gjithë djemë nga shkerat. Pastaj më goditi kur u njoh nga afër me familjet e tyre. Megjithëse njërin prej këtyre familjeve unë kisha mikë të hershme me familjen e Edmund Hoxhës. Dhe në fund më ra pyetja si është e mundur që 2 orë e gjysmë pas vrasjes këtyre 3 vetëve, komunikata e parë e Ministrisë të Punëve të Brendshme të Serbisë jep qartë emrin e Zahir Pajazitit, ditëlindjen e tij dhe Thakifit, kur ato tonin me dokumente të rrënda. Se është e mundur që në komunikatën e parë të Ministrisë të Punëve të Brendshme të Serbisë, dhe në orën 17 të 30 janarit, ditë e premte, jepet edhe funksioni që kishte Zahir Pajaziti si antar i shtatit përgjithshëm të Shoqërisë Shqiptare të Kosovës.
si është të mundur që në këtë komunikat jepen edhe aksionet në cilët ka marrë pjesë Zahiri. Kur, në të njëjtën kohë, për u thënë që në të lartë të luftës, ai njihej thjesht si Ismeti, pa nuk njihej si Zahir Paraziti. Kur Hakifi njihej me një pseudonim tjetër, dhe më thotë dhe njihej thjesht si Shpati. Si është të mundur, ka qenë rasti apo nuk ka qenë rasti. Fati e deshi që me vonë për shkaqe që jepen në libër të jem drejtuesi i komisionit posaçëm që hetë këtë çështje. Dhe kjo bërë si tush buka ose brumi i parë i librit tim. Në të vërtetë, them nga shpirti, më shumë kanë dashur të shkruaj për jetën e tyre, për vizionin që kishin ato 3 djemë, dhe ato që ishin në krah tyre, majtas ose djathtas, para ose prapa. Kanë dashur të shkruaj më tepër se këto ishin njerëz që me pamjen e tyre, me fizionominë e tyre, me idetë që kishin, ishin krejt shpirti i Kosovës, shpirti i shqiptarëve të ish Jugosllavi. Ishin si thush buka që kishte ardhur tani në mal. Ishte tipizimi i jetësor, ishte tipizimi i djemve që nuk donin të ulnin kokën. Pa nuk ishin djemë të jashtëzakonshëm, nuk ishin djemë që kishin dalë nga legjendat, nga mitet, po ishin djemë që kishin dalë nga thellësia e shpirtit të popullit, nga njerëz të zakonshëm, nga familje të varfëra. Por në njëjtën kohë, doja të thojë se këto nuk ishin djemë të cilët, si thonë propaganda asaj kohe, ishin thjesht barih, ishin çoban, sepse shikoni, vetëm këtë sa ne kemi sot nga rradhët e para të shoqërisë shqiptare 2 doktorë të shkencave. Sabir Kiçmarin Zefit dhe Aidin Abazin Lumhaxhiu. Kemi publicistë dhe shkrimtarë të njohur si Baim Kelmeti. Kemi njerëz të nderuar si Ali Ahmeti apo Vasil Veliu. Kemi politolog si Barzul Mahmuti apo Bilal Sherifi. Kemi njerëz si Hashim Thaçi apo Xhavit Haditi. Pa njerëz që po bëjnë të ardhmën e Kosovës, dhe këtu nuk ishin njerëz që kishin dalë nga shtresat e rrugës. Nuk ishin njerëz që kishin për qëllim thjesht të gjirnin një pushtë, të bashin dikush, të merrnin një emër dhe të talin apo stalin emrin në histori. Cili prind, cila motër, cili vlla mund ta jap djalin e tij, motrën e tij, vllain e tij, thjesht për të bërë një emër. Cili nga ne nuk e di se sakrifica sublime që bëri familja Adem Jashari të rinjëriti kombit, por nuk erdhi një trull zbras, erdhi pikërisht në trull me cilin ishte ngritur si Feniksi, Zahiri, Edmondi dhe Hakifi. Dhe kjo ishte ajo thelbësore që unë doja të thojë në librin tim. Por më mundon të gjithmonë enigma. Pse u vrang këto 3 vjet? Kush i nxori prit këto 3 vjet? Sepse her pas here, lëvizja ilegale ishte goditur nga tradhtitë e pashkrimës. Ishte goditur pikërisht nga ato që në emër të patriotëve hynin në rradhë të lëvizjeve ilegale. Dhe jo rradhë herë deviatorët, denunciatorët shfaqen me emrin e patriotit të madh, shfaqen me figurën e atij njeriu të cilin vjen keq që nuk e njohur më parë, por që të godet pashkrimit. Nësa këto djemë ishin krejt ndryshe. Dhe njerëzit që ndronin pas tyre ishin po krejt ndryshe. Zahir Paraziti ka patur gjithmonë lidhje drejt për drejta me Abazin, Ali Ahmetin. Edmond Hoxha ka patur lidhje poshtu me Abazin me shokë tjerë. Dhe gjitha këto krijonin një tërë përbashkët dhe pak të djemë nuk do të kishim mundur sot, jo vetëm ne, por si të vinit në këtë sallë dhe dëgjonit për ushtrisë shkrimtare të Kosovës apo të përshtatë të ushtrisë shkrimtare kombëtare. Këto djemë bënd të mundur gjithë atë që kemi në sot njerëve tjetër. Kalimin e kufimit, miqësitë e reja që po lindin, dashuritë e reja që lindin, shkëmbimin e ideve të menimit dhe gjitha tjera. Unë këtë kam dashur të thëmë rradh parë librin tim, por enigma më rëndoi kaq shumë, sa që u përqendrova pastaj diçka më tepër se doja tek enigma rastës tyre. Sepse në fundit, në memorien njerëzore, në nërjetjen njerëzore, çdo krim duhet shpaguhet. Dhe krimi që është bërë me këto 3 djemë, me ushtarët e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, apo ushtarët e ushtrisë shkrimtare kombëtare, me popullin e Kosovës, me popullin shqiptar që jeton në trojet e tjera Maqedoni, duhet shpaguhet. Jo rastisht kam vënë në fillimin e librit tim një thënie të presidentit Kennedy. Falë armiqt, po mos e harro emrat e tyre. Ne s'do të harrojmë kurrë, se kemi marrë nga një rrugë e mundimshme dhe jemi dej për të pasur një jetë të lumtur. Unë ju falenderoj edhe një herë Zotin Kryetar për fjalët e ngrohta që do të shih meritoj plotësisht. Ju falenderoj gjithë juve që keni marrë mundimin dhe besoj se edhe libra të tjerë do të kemi rastin të paqesim së bashku dhe të shkojmë bashku. Ju falenderoj.